jetoj, vetëm bajse. Vetëm bajse. Familje që janë të rritë? S'kam. Nuk keni fëmijë? Asë baba eme dhe nana eme kam pas 9 fëmijë. Edhe mbi të gjitha, kur ka orë momenti i vdekjes aty, në s'kam qenë une ofër. Se tash na po lidhni, e kom bërë një fëmijë, po do të me më këqyrë. Jo, po më pëlqen kur përfaqësojnë femrat ose mashkuj tash. Jo, femrat janë prishtë tash. Pse mëra prish ajo pse o bo vetvetja? Vjehrat edhe ajo më pengon shumë. Vjehras po vjen usja ma qitë kofën. Ti ai këto pare bre. Ai se ka rrit nana vet, ty më është shërptore më të bo. As ti se ka rrit gjallin me shku te babgjyshi atje. Së Prishtinë, se hera parë. Prishtinë. Takova mos po na vinin nga jashtë, se një stil interesante pas ke. Gjithë e kom pas valla qështu. Prej. Gjithë e ki pas. Që të komponue, kom jetu, që të më faj konis komponue. Perfekt shumë. Profesorishë fiskulturës. Thonë që burat gratë i bojnë zonja, disa gratë i bojnë burat. Atë ka bu buri zonë ty atë. Mu më ka bo vetvetja. Vetvetja. Zonë Interesante ka bo vetvetja. Samir, si e runë këtë stil? Që ta gjithë e këmë bajtë. Mas pari, prej babgjyshit, e kemi traditën, kemi pas familje shumë ngritën të kulturume, na ka leju gjithë shka që është e mirë, edhe që është e vlefshme për jetë, edhe pastaj kemi vazhdue me traditën tonë, tjesh vetvetja. Gjithë na ka thonë tjesh vetvetja, në shtëpi e femën, në rrugë e mashkull, me vetvetën hecë, edhe kjo të mbanë gjithmonë e jetë. Sa është vetja me qenë, me gjithë persona vetja? Drejt me thonë, i takoj gjeneratës të vjetër, pensioniste tash. Ja, mos më të pensioniste. Faleminderit, po nuk kam qef komplimente, po jeta është e tillë. Dhe njeri nuk është vështirë kur dërë me ba diçka, absolut. Absolut se është vështirë. Sa është vështirë? Nuk është. Sa ki pas? Edhe një, edhe se tash këtë historinë e jetës e ndëgjoj ka gjë. Në ndjekin sa mirë. Edhe kom pas që pak me dhonë këshilla se njeri nuk do të faqsej askend për vetveten e vetë. Për gjitha problemet që ti vetë përgjithse kësaj në jetë. Për ata me siguri edhe më ka majtë, s'kom prit për i kërkuj, mos prit për i kërkuj. Jem parë prej burit? Absolut. As prej babës, as prej burit. Kur i kom bat pej në 18 vjetë, jam e pa më varën. Kom punu, as për burit, as për babës. Do me thonë, as njëni të heqë jam varë veç për i vetë vetës. Veç ka ju këndi mu. Gjë e mirë kjo, një grua e pa më varën. Valla shumë. Unë po dëmë të pyet, sa merë komplimente, me bashkët, sa ki marrë të kalumën? Fatkeqësisht, s'kam, më ka vdek ma herë burë. Jo, së më vjekë, se është ligji natyrës. Dhe me thonë, 8 vjetë jetoj pa asë vetë jetoj. Vetëm bajse. Vetëm bajse. Familje që janë të rritë? S'kam. Nuk keni fëmijë? Asë njëni. Për ata dhe du me thonë, mi u dhonë këshillat gjithë që njeri do të jetë vetvetja e fort, mësë më varë për askujt, lufta me ato që ka veç te fitan, me ndjersën e balit tënë. Për ndryshe, bjen me një humnerë dhe së ndel asë njëherë. Nese më varë shpidi kuj. A mund të jetoj e lumëtur një grua pa fëmijë? Po. Shumë. Pse? Baba eme dhe nana eme kam pas 9 fëmijë. Edhe mbi të gjitha, kur ka orë momenti i vdekjes aty, në s'kam qenë une ofër. S'kam qenë ofër asë njenit. Nana më ka vdekë në pandemi, edhe shumë e ka ditët sot varrimit. Baba më ka vdekë para 20 vite. Edhe asë njëni si kam po. Asë njëni, vishë kur kam shku në varë. Nejse nanën e kam varrës, a babën s'ku mujtë me asë me varrës. Nuk ishe këto, jo. Ki qenë jashtë vendi? Mas luftës kam shku jashtë vendi, të martova dhe vazhdova atje dhe baba më desh në ndërku kur nuk i kishe ndë dokumentat edhe qështu jeta vazhdojnë. Sot, sa ndihesh? Sot ndihem shumë e përmbushur me gjithat mijat, ama mungesa e prindve, veç pse në ato momentet e rëndësishme të jetës, nuk ka mujt me qenë prezente aty. E kjo më vranë kjo ndërgjegje gjithmonë, edhe kom thonë, nëse unë e kisha ba një fëmijë, edhe prapa i fëmijë si shqendruma, nga fërmeje me jetën e halët e veta, se çdo njëri ka halët edhe se tash na po lidhni, e kom bërë një fëmijë, po do të më këqyrë. Jo. Pikërisht, a du të dalë pak qëtu? Po. A shojnë shfryzim fëmijët? Po. Prindet.
Prindi e shesh shfrytëzim fëmijën, për ata po du mu lidh me prindë me familjen time, kur se kanë posat, ka thonë, dil pavarësisht për vetveten tënde. Pavarësisht, edhe unë jam nis gjithë se pavarësisht se nëse ti e pret fëmijën me e ka për kamë edhe me ngritë poshtë, ai se ka kohën tash me u marrë me kërken. Fatmirësisht prind do të me qenë të lumtën që janë çnosh, edhe me pasat mundësi prapë me ju ndihmu prindërve, fëmijëve, deri në atë momentin kur ata nuk munden hiç s'munden. Edhe atëherë duhet me u varë dhe me u lut fëmijëve që me këqyr. E kështë të grave, vaqtave, një mesazh për jetë që do të shërbej. Nëse më dëgjojnë nxënësit e mia për vitit 1980 kam fillu me punu, 80-ën, edhe nëse më dëgjojnë ato, çdo herë ju kam thënë, ju lutem, bëni të pambarëra, po nëse vetëm 10 euro i fiton tuat, ato janë prunë e jotja dhe ki mu kënaqë një jetë më shumë se më t'i dhanë dikush më shumë. Me që më barë kërkuj. Hec për para, mbroje veten, mos shko me pi një kafe, kërkuj, heq, pse e ka një ketë bukur, pse e ka një shpit bukur, pse e ka një banis bukur, po në pas e ka për veti që më interesën. Une du me bo vetë. Edhe fatmirësisht edhe farë zotit i kom botë gjitha vetë. Qa me bo tjetër? Krasi e madhe ta hosh persona si ju. Ka me bo tjetër, kur nëse ti s'bo për vetë vetën, për kuj pret me të bo diqka. A që shto? Ka me të në tjetër. Na të bukurove ditën, e shioma këtë intervjist shumë, edhe unë të tore ma të fari shëndet, mi gjithë mirat. E para pikës shëndeti. Shëndeti. Gjitha mbrihen. Çka me të Ju uroj fat edhe punë të mbarë. Faleminderit shumë që e ndjekësa jona, që e histori tjetës. Më interesën se cili njëri e japat mendim. Është i hapur. Ama nuk po më pëlqen kur përfaqësojnë femrat ose mashkujt tash. Jo, femrat janë prishë tash. Pse mëra prishë ajo pse o bo vetvetje? Së prishë, nuk po prishë. Po e jeton vetë jetën e vet, po jeton kënaqësinë e vet, po ka parën e vet, nuk është prishë. Nuk më i thonë, jo vjehrat edhe ajo më pengon shumë, vjehras po vjen usja ma qitë kohën. Ti ai këto parë bre. Ai se ka rrit nëna vet, ty më arë shërftore më të bo. As ti se ke rrit djali me shku te babgjyshi atje te familja e gruës me shku me ju ndihmu shka bojnë prente ati djalit. Shembull, ti me shku me ju ndihmu atyne, në gruës tante, familjes, edhe me ju bo shërftur shka t'ly babgjyshi minimum, që shëndin vetën. Qështë edhe nusë jashtë. A shojnë si shërftore, nusën? Apo e shojnë si shërftore? Po, normal, femrat, jo shumica, jo, s'moj me thonë shumica, ma përgjësi disa raste, platë femna e ba jenë tranu, femnat e s'for në këqyre e s'pidojnë prend, po normal që se dënë se e ka prindin e vetë, le do t'y djali jetë. Le do djali jetë. Qa të presin kur fëmija nuk kujdeset për nusën, kujdeset për... Jo, edhe kja është më pengon shumë, se ta është djali rritun të e kini nanë shembol, edhe nana jote është të mbrojtën për te shumë e mbrojtën, se ti je i madhë. Por nëse, gruja jote ka një fëmijë të vogël, një djalë të vogël, ajo nuk është mbrojtur hala për djalit vetë. Qyza ta trajtojmë atë gruan? Po dhe ajo është nanë. E vërtet? Është edhe ajo nanë. Po nanë e një fëmijë të vogël që së një del hala kra. Qëso, faleminderit